Këtë mbrëmje poetike, Fondacioni Albis e organizon në kuadër të platformës kulturore tashmë për 9 vite radhazi, me qëllim që t'i inkurajoj të rinjtë të krijojnë, ndërsa ne t'i promovojmë. Ne si Fondacion na bën krenar që ky edicion përmbullakson dikun mbi 230 poezi të cilët kanë marrë pjesë në konkursin e mbrëmjes poetike, ndërsa mbi 120 poezi të cilat janë recituar në këto 9 edicione dhe mbi 40 të cilët kanë marrë çmimet e para, 2 të treta të çmimet e publikut. Kjo është vetëm një nismë që Fondacioni Albis synon të mbështet të rinjt, të cilët mirën me art edhe në veçanti me poezinë. Kjo është një shtytje për ata që të shkruajnë më tepër. Shkupi si kryeqytet ka nevojë shumë për talentet e ri. Arti është një gjë shpirtërore. E ruan thellë në zemër dhe pastaj sigur një vulkan del e shpërthen për një herësh. Duhet të falenderoj Fondacionin Albis edhe një herë që mbështesin poetët e rinj dhe artin e të shkruarit. Ju faleminderit Fondacionit Albis që na i mundsojnë që t'i tregojmë talentet tona.